Atëre, ligji I ri që erdhi në fuqi dhe u aprovua me shumicë votash, është një ligj I cili, si të gjitha ligjet kur dalin, duhet parë me vëmendje, duhet përshtatur me të dhënat tona, duhet përshtatur me veçantitë tona, ku kam punuar, si kam punuar, çfarë humbje kam, çfarë fitimi kam. Pra, të thuash për një ligj që në përgjithësi I përket kaq mijë punëtorëve, por të gjithë favorizohen, do të ishte një gënjeshtër. Çfarë bëhet? Tani, me që të gjithë kanë filluar telefonatat dhe tek unë, le ti udhëzojmë bashkëdhetarët tanë nga ana praktike se si mund të kuptoj dikush, ti, unë, ai, ajo, nëse përfshihen në këtë ligj dhe nëse ky ligj është favorizues për ata. Sepse nga disa komente dhe shkrime që dëgjova ishte sikur deti u bë kos. Le ta analizojmë që të kuptojmë. Kush është hapi I parë? Hapi I parë do të ishte që një person që jeton në këtë moment në Tiranë, si kundër ju, më thot Anila, të lutem, më propozoj një avokat I cili merret në Greqi është një shprehje e jonë, shqiptarëve që thonë merret me dokumenta, merret me letra. Pra janë ata që merren me procedurat dokumentacionale të shtetësve të huaj. Nuk merren të gjithë. Dhe I themi një mikut ton, më gjej një avokat I cili merret me procedurat e të huajve. Bukuri, në kohën që ne flasim mund të nis me celular mesazhin dhe emër. Çfarë do bësh? Asgjë. Atëre, I kërkoj një seancë të hapur dëgjimore si kundër ne po bëjmë tani. Në krah të avokatit të jetë edhe një përkthyes. Ti themi që unë nuk e zotroj mirë gjuhën greke, po dhe po ta zotroj, çështja është kaq delikate sa që unë dua të kesh dhe dikë. Kjo quhet këshill konsultim juridik. Parashikohet si në Greqi, si në Shqipëri, me një pagesë kundrejt 45-50 euro, paguajmë dhe përkthyesin dhe në seancë të hapur dëgjimore siç jemi ne të dy tani, duke lëmë një takim, një datë, një orë të mundshme për të dyja palët, marrin nga dosjet dhe nga sirtaret komplet dokumentat që kemi në Greqi. Ku banova, ku punova, nga ika nga puna, si erdha nga puna. I vëm këtu afër dhe fillojmë I tregojmë historinë avokatit ton. Mbasi e dëgjon historinë ton, kur erdhi, sa vite, pse iku, si iku, ai do të thotë që nga ato dokumenta që ke atje, më trego pak këto 1, 2, 3, 4 se më interesoj. Ja tregove. Mbasi ja tregove, do fillosh të thuash tani që midis meje, siç kam qenë dikur në Greqi, dhe ligjit të ri, pra kemi 2 kolona të një ure. Po s'kemi urën. Si do ndërtohet ura që unë të jem përfituese? Është e thjeshtë fare. Ura do ndërtohet duke treguar tek avokati arsyen përse ti I humbe dokumentat në Greqi. Jo të gjitha arsyet do jetë justifikueshme, prandaj them, pa ardhur në Greqi me entuziazëm që të dëshpërohesh, të shpenzosh, hotele, makina të ngrëna të pira, bë një konsult si kundër ne tani. Të tërë njerëzit flasin nga njerëzit e ndarë nëpërmjet rrjeteve sociale. E bëre intervistën, bukuri. Pyetja e parë që do të bëj një avokat do jetë, përse ndërpreve përse ndërpreve atë përpjekjen për të marrë me dokumentat? Le të themi 2 raste që të kuptojmë kush do favorizohet. Ai do të përgjigjet, një shoku jon, një miku jon përbashkë do thotë, unë I nderuar zoti avokat, punoja në një fabrikë në qytetin e Kilkis, larg Selanikut, diku larg Selanikut, ajo fabrikë falimentoi. Pra, unë humba punën pa dëshirën time. Dhe me që leja I qëndrimi dikur të shkonte le qëndrimi punë, s'ke punë, s'ke le qëndrimi, unë humba të drejtën të vazhdoj dokumentat në Greqi. Kjo arsye është 100% e rikuperueshme. Pra, sa po t'i themi këtë arsye avokatit? Përgjigjet një shtetas tjetër I dytë dhe I thot avokatit, përse I humbe dokumentat? Do thot, s'doja më vlla, po e them popullor që I ta kuptojmë, s'doja më vlla, që më interesojnë më dokumentat e Greqisë, Evropa, ajo filozofia jonë që kemi bërë deri tani cirk. Pra, nëse ti do kesh një justifikim, nuk mund t'i thuash tjetrit kot fare. Një arsye tjetër e një personi që e di shumë mirë. Ai ishte burr grua dhe një fëmijë, paralizohet gruaja. Detyrohet lë Greqinë të ndërpret dokumentat. Po përse? Sepse ai nuk kishte mundësi ekonomike të paguante dhe qiranë e shtëpisë, dhe të punonte, dhe ilaçe, dhe operacionet shërbete gruas. Dhe çfarë bëri? Iku në Shqipëri. Atëherë në momentin që biem dokumentin,
që gruaja ime u konstatua me këtë sëmundje të rëndë dhe pamundësia ime ekonomike nuk më lejonte të lejoja të rija në Greqi, sepse unë kisha shtëpi falas në Tiranë, në Korçë, unika. Prandaj, secili nga ne duhet marrë lapse letër të bëj këtë intervistë. Çfarë do bëj avokati? Pasi ne t'i themi arsyen, ai do kërkoj tek institucionet greke, ta kemi 2 fatura 2, do thot, në rregull, takohemi, kohën do ta përkufizoj ai për 2 javë, për 3 javë që s'ka mundësi të kaq shumë, do takohemi prapë në të njëjtën mënyrë këtu. Do shkoj në institucione dhe në bazë të letrave që ti do i dërgosh që ke ruajtur, do marrë gjithë numrat e protokollëve, lej qëndrimi, shtëpia ku ke ndërtur, shkolla e fëmijëve, lindja e fëmijëve, nëse kanë lindë në Greqi, do marrë 5, 6, 7 dokumenta, në takimin e dytë ai do bëj vlerësimin e situatës tënde dhe do thotë, Anila i 100% e fituar. Anila e 90% e fituar. Anila nuk është e pamundur, por le ta luftojmë. Kjo është kategoria e parë, pastër fare, humba punën, më hoqën nga puna, sepse ke letrën e pushimit nga puna. Gjithçka zyrtare. Nuk kam më fjalë, më hoqja ai se më rrente, jo. Ke letër. Po, falimentoj fabrika. Po, mbas falimentimit je futur në asistencë sociale, pra janë 2-3 dokumenta të vërtetueshme. Kjo është kategoria A që mund ta quhesh kristal për ta fituar. Shkojmë te kategoria e dytë që thot dokumenta dytësore. Çfarë ndodh? Të gjithë ne si këtu dhe atje kemi kërkesa të ndryshme në jetë. Dua të martohem. Që të martohem, kush është parësore, që un kam një certifikat personale veçare. Pra ky është dokumenti parësor. Nëse un çoj diploma është dytësore, po ku të hyn në xhep për bashkinë se un kam mbaruar universitet. Pra, e them kaq të paksa të kontrast të madh shembulli që të kuptoj njerëzit. Parësore, dytësore. Nëse un shkoj në një punë, kush është primare? Diploma dhe studimet pas universitare. Atëherë, sikundër tha dhe ministri, këtyre personave shtetësve tan u janë kërkuar dhe dokumenta dytësor. Ndoshta për ta mbushur më shumë kohën, ka bërë një specializim, ka bërë një gjë. Mirë po, këto kanë qenë dytësore. Edhe sikur të vonoheshi, të çoje pak më tutje në afat, ku bë kiameti. Nëse në dosjen tënde është shkruar që ti ke të tëra shumë mirë, ke lejen e qëndrimit, lejen e punës, kontratën e banimit, ke vërtetimet e fëmijëve në çfarë shkolla janë, por kishe dokumenta dytësore. Pra, ato dytësore humbet mundësinë. Ato tashmë ju jepet mundësia që ti biesh, por jo me atë ngut, dhe jo duke qenë vendimtare këtë dokumenta dytësore. Tjetër parësore, tjetër dytësore. Kush do ta përcaktoj që ky dokument është dytësor? Do ta përcaktoj një avokat, sepse ka dalë lista atyre që thotë, ky ka pasur këto dokumenta dytësore. Parësoret për në punë dihen. Çfarë ke studiuar? Parësoret për martesë janë veçare ku banoj dëshmi penaliteti. Parësoret për të hyrë në universitet, diploma e pjekurisë. Pra, edhe ata që janë me dokumenta e kanë humbur për dokumenta dytësore, të cilat i di një avokat shumë mirë cilat janë, edhe atij jepet mundësia për të kapur fillin e shkëputur të dokumentave të tyre në Greqi. Një avantazh tjetër shumë i madh që besoj do gëzoj shumë rini në Shqipëri, sepse unë në Universitetin Aristotel kam studiuar, ishim nga të parat, nuk kishte, pothuajse 3 vajza ishim në atë periudhë, vinë shumë për të studiuar. Pra, Greqia është një destinacion për të studiuar, sepse Aristoteli është një nga universitetet më të mira, por kemi kolegj amerikan, kemi institucione private, që tashmë është bërë universitet kolegji amerikan, nuk është mos i dikur kolegj, është universitet. Pra, çfarë ndodhte dikur? Kur unë studioja, leja e qëndrimit shkonte paralel me sa mësime kaloja unë. Nuk kisha të drejtë punoje. Ishe vajzë e re, kishe nevoja, kishe halle. Përse të shtunë të diel që në përgjithësi kemi mësim, unë të mos punoja 2 ditë. 2 ditë në atë kohë punë, herë 4 në muaj, ishin goxha të ardhura. Unë s'kishin të ardhura nga prindrit e mi, dërgoja unë atyre, ata s'kishin fare as për ilaç as për gjë. Atëherë, çfarë vjen ky ligj? Thotë, hajde studio në Greqi. Lejen nuk do ta kesh më siç e kishte Anila nga shtatori në gusht, mbaronte dhe duhet të vrapoje të tregoje që unë i kam mbaruar mësimet. Nëse unë kaloja 8 lëndë të detyruara në shkurt dhe në korrik, mua më merrej leja e qëndrimit. Tani thuhet studentit, megjithëse universiteti im parashikohet 5 vjet, ai ta jep të lejen 1 vjeçare, ndërsa tani thotë, sa është për të fituar këtë diplomë në juridik, në mjekësi, kudo, sa është 5 vjet, lejen do ta marrësh 5 vjeçare. Do përfitosh dhe të drejtën të punosh.
ku ka më mirë se sa nga ata fëmijë të pasurisht që vinin vetëm sepse duhet paguash nga mjësit e ndarë, të paguash të gjitha, vjen tani tërhiqet një student i shtresës së mesme ekonomike, përse? Sepse jo vetëm të punoj, jo vetëm të studioj, por do ketë mundësi shpenzimet e tij t'i nxjerrë vetë. Pra ky është një avantazh super i mirë për rinin ton, sepse do thotë mirë çdo vete, por të vinte dikush këtu pa mundësi ekonomike, pa të drejtë të punonte, të merrte gjob se punonte 3-4 orë në një picari apo në një kancelari. Përse? Kurse tani thotë, do punoj 4 orë atje, 3 orë këtu, djalë i ri, vajzë e re, pa prekupime, është një mrekulli vet. Pra do kemi një tërheqje të rinisë që i përket brezit të mesëm ekonomik familjar, i cili kjo shkarkohet. Dhe nga destinacioni vetëm fëmijët të pasurve që të paguante mami dhe babi komplet vitin akademik, do vish, mos haro që marrja e lejes 5 vjeçare. Çfarë stimulon? Stimulon edhe mundësinë e punësimit në verë. Këta student rinin, sikundër ne, rinin tër verën, duheshin krah punë kudo dhe nuk punoje dot sepse ishte vepër penale. Tani ai vjen, studion, bleth lekët ato nga punësimi beharit për ballon. Pra unë gëzova jashtëzakonisht për këtë, edhe si kryetare lidhjes së të diplomuarve në Greqi, që kanë mbaruar këtu, u gëzova jashtëpase se kjo favorizon.